parë që plani operativ i institucioneve të sigurisë ishte i duhur dhe ishte me kapacitete për ta përballuar eskalimin eventual. Pastaj, mënyra se si e ka menaxhu policia e Kosovës këtë situatë ka qenë një mënyrë profesionale e cila shmangu atë për cilën neve kemi pasur frikë se mund të ndodhë. Prandaj e konsideroj që ka qenë një performancë e mirë e institucionit të zbatimit të ligjit këtë rast policisë Kosovës, të cilët në mënyra koherente duke pas parasysh zbatimin e detyrave që kanë dhe përgjegjësive referu ligjit për policinë e Kosovës dhe sistematizimit dhe në të punët të zyrtarët që kanë marrë pjesë në atë rast, kemi konstatuar që veprimet e policisë kombëtare e policisë ka qenë konform edhe norma ndërkombëtare ku me një performancë të mirë edhe parandaluan më të keqen që mendohej se mund dhe pritet që të ndodhi me rastin e Medovdanit.